Motofest Shkodra 2025 ka dhuruar spektakël dhe adrenalin për 3 net me radhë në kryeqendrën e Veriut. Rreth 200 pasionuar pas motorëve kanë zbarkuar në Shkodër duke zhvilluar një paradë nëpër rrugët e qytetit e më pas janë bashkuar festës dhe atmosferës elektrizuese në sheshin përpara bashkisë. Të ardhur nga gjithë rajoni, por dhe nga jashtvendit, pjesëmarrësit shprehen entuziazmin e tyre, duke theksuar se gjithmonë kënaqësi të jesh në Shkodër. E du Shkodrën. E du shumë Shkodrën. Era parë me motor? Jo. Kena ardhur edhe herë tjera, për qef, me shok. Nga Shqipëria dhe nga Italia, po kemi ardhur enkas për këtu. Drejtoj një biznes prej shumë vitesh, që është ai aty. Prej 20 vitesh jemi në treg, mbështesim çdo motorist. Ishte një organizim që duhej bërë, i mungonte, me padurime kemi pritur dhe ja ku jemi. Gjithçka shumë e bukur. Unë nuk arrija të merja pjesë 2 net e para, edhe pse mora një feedback shumë të pastër, po jam këtu për ta shijuar ditën e fundit që besoj është nga më të bukurat. Unë jam i vetmi shkodran për sa i përket klubit Albanian Bikers. Është një nder i madh këtë qytet me ardha dhe pse jena të 30 vjetë kërbet. Pasioni jonë është gjithmonë i madh, domethënë na kena 20 vjetë që jena si klub, jena i pari klub shqiptar që njihna në rang internacional. Unë e disa herë vi në Shkodër, edhe pse na jemi Kosova Shqipëri, po unë jetoj në Cyri, ndryshe jam në klubin Stirlings, edhe sa herë që kem festa në Shqipëri, unë vi me gjithë shef prej Cyrit këtu, edhe kënaqemi. Kjo është arsyeja domethënë që Shkodra dhe Shqipëria është shumë e bukur. Festa ka kulmuar me performancën e grupit të njohur Elita 5, ku 10 shkodran dhe të ftuar festuan në një mbrëmje të veçantë deri në orët e vona të natës.